Në një garë ku çdo ditë që vjen bëhet më e ngarkuar me emocione, Ferma VIP 2 po kthehet në një arenë të vërtet sfidash, tensioni dhe aleancash. Çdo orë që kalon forcon ndarjet, zbulon karaktere dhe teston kufit e durimit. Por mes garës, lojës dhe strategjive nuk harrohet qëllimi kryesor i këtij formati, organizimi i punëve dhe mbi të gjitha përkushtimi ndaj kafshëve. Andrea, kryefermeri i javës, vijon të marrë përgjegjësitë në duar, edhe pse shpesh është përballur me refuzime dhe mungesë bashkëpunimi nga pjesa tjetër e fermerëve, dhe kjo vetëm sa ka rritur tensionin në fermë. Elinara nuk më intereson nëse marr dënim që marr. Televotimi i hapur që prej ditës së hënë për dy të nominuarit, Frederikun dhe Andoelin, ka trazuar ujrat dhe ka shtuar pasiguritë. Cili prej tyre do të jetë më pak i mbështetur nga publiku dhe do të largohet përfundimisht nga loja sonte në mbrëmje? Shtypja e ullinjve me anë të presave të drurit. Sfidat e organizuara nga Agaj i kanë dhënë kësaj jave një ritëm të ri. Dhe si gjithmonë, loja pëson tronditje pas çdo përballje. Sfida e ullinjve e dërgoi grupin humbës drejt në shtëpinë e fakirit. Erandi, Big Basta, Elinara, Frederiku dhe Andoeli jo vetëm që përjetuan izolimin, por u përballën edhe me prova që testuan kufit fizik dhe durimin e secilit. Kur fiske si të drejt ka koka. Por pavarësisht vështirësive, atmosfera në fermë ka qenë plot dritë. Shfaqja dasme shqiptare solli një tjetër energji dhe ngjyra të reja, duke shpalosur anën artistike dhe emocionale të konkurrentëve. My father Frederick and my mom Elinara. Komedia e Erand Soilit, e interpretuar me mjeshtëri nga kasti i shkëlqyer i fermerëve, solli buzëqeshje, emocione dhe nostalgji, duke rikthyer në kujtesën e publikut magjinë e dasmave shqiptare ndër vite. Ferma VIP 2 është kthyer në pasqyrën më të sinqertë e intensitetit dhe shpërthimeve emocionale që e bëjnë këtë reality show të pasvendësueshëm. Ndaj sonte në mbrëmje gjatë spektaklit ju presin të tjera surpriza, formula të reja, eliminime dhe gare vërtet. Ndaj Ferma VIP ju lë takim në orën 21 në ekranin e Vision Plus, si dhe në 2 kanalet dedikuara të platformës String.